Jackie Chan dhe John Cena bashkohen për të rëzuar një ushtri mercenare. Mes shkretëtirës së madhe, një grup ajdutësh brutal ka vendosur motor gjigant avionësh. Makineritë shpërthejnë në një stujë rreth e egër artificiale. Qëllimi i tyre për ndaluar një autokolon që i nënshtrohet një evakuimi emergjent, një që po çon qindra jetë në zonën e gjelbërt të sigurt. Pra, cili është komploti pas veprimeve të tyre? A do t'i arrijnë qëllimet e tyre? Adhurues të filmave aksion, ju lutem na ndiqni. Historia fillon kur një rafineri nafte në lindjen e mesme sulmohet vazhdimisht nga një grup kryengritsësh rebel. Brenda vetëm një jave, rafineria pëson 2 sulme. Qëllimi i tyre kryesor të detyrojnë rafinerinë të dorëzojë kontrollin. Por ngatërimi me interesat e Amerikës nuk është i lehtë. Një ekip i forcave speciale është dërguar me shpejtësi për të shpëtuar ata që janë ende të bllokuar. Komandanti i këtij ekipi është Fong. Këtu Fong takohet me profesorin Chong, drejtorin e rafinerisë. Raportohet shpejt për situatën. Gati 500 njerëz, duke përfshirë stafin dhe fëmijët, janë duke pritur për t'u evakuuar.